Këtë bimës ka shqiptar që nuk e njeh, ajo i shëron të gjitha sëmundjet. Trëndafili e egër një bimë e cila njihet si bima e mrekullive. Fruti i tij përpara se të çelë është i pasur me vitamina antioksidant të cilët përdoren në mjekësinë tradicionale prej brezash, duke ofruar një sër përfitimesh gjithashtu edhe për mirëqenien dhe organizmin tuaj në tërësi. Nga arritja e sistemit imunitar dhe përmirësimi i shëndetit të lëkurës, trëndafili i egër është një bimë që meriton njohje për vetitë e saj medicinale. Në këtë video do të shqyrtojmë përfitimet kryesore të trëndafilit e egër që ofron vërtet element ushqyes në rutinën tuaj të përditshme. Sipas Eltisajt, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i trëndafilit e egër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Rrit sistemin imunitar. Trëndafili i egër, fruti i tij është i mbushur me vitaminën C, një nga përqendrimet më të larta se çdo frut tjetër. Kjo bimë është tepër efektive në mbështetjen e sistemit imunitar duke ndihmuar trupin të luftojë ftohjen, gripin dhe infeksionet e tjera. Konsumi i rregullt i trëndafilit mund të mbajë fort mbrojtjen imunitare veçanërisht gjatë muajve të ftohtë, dhe përdorimi i tij në formën e çajit mund të jetë një mundësi shumë e mirë. Por nëse merrni medikamente, konsultohuni me ekspertin përpara se ta përdorni. Trëndafili i egër mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të lëkurës. I pasur me antioksidantë si vitamina C, vitamina E dhe rosifin, duke promovuar shëndetin e lëkurës dhe shkëlqimin e saj, trëndafili i egër mund të jetë një element i veçantë ushqyes për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Trëndafili i egër mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit, përshpejtimin e shërimit të plagëve dhe mbrojtjen e shkaktuar nga rrezet ultravjollc dhe nga ndotja, duke i dhënë trupit tuaj një mundësi më të mirë ushqyese edhe kundër këtyre komplikacioneve. Shumë produkte të kujdesit të lëkurës përdorin vajin e trëndafilit e egër për vetitë e tij kundër plakjes, pasi mund të minimizojë gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës, duke u kthyer në një element të mirë ushqyes kundër këtyre problemeve, sidomos kundër shfaqjes së linjave të holla, rrullave dhe hiperpigmentimit. Trëndafili i egër do të mbështesë edhe shëndetin tuaj të kyçeve. Trëndafili i egër tregon se zvogëlon inflamacionin, duke u bërë edhe i dobishëm për njerëzit që vuajnë nga problemet të artritit ose edhe nga dhimbjet e kyçeve. Studimet sugjerojnë se ekstrakti i trëndafilit mund të lehtësojë dhimbjet dhe ngurtësimet duke përmirësuar lëvizshmërinë për ata që vuajnë nga osteoartriti. Ka veti të mira antiinflamatore të cilët e bëjnë atë një recetë natyrale të shkëlqyer për problemet që lidhen me shëndetin e kyçeve. Trëndafili i egër do të promovojë gjithashtu edhe shëndetin e tretjes, citon WebMed. Trëndafili i egër është i pasur me fibra dietike, të cilat ndihmojnë në tretjen të promovojë edhe një zorë akoma dhe më të shëndetshme. Konsumi i çajit të trëndafilit të egër ose edhe suplementeve të tij mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut, zvogëlimin e fryrjes dhe përmirësimin e funksioneve të përgjithshme të tretjes. Vetitë natyrore diuretike të trëndafilit të egër e rendisin atë si një nga produktet më të mira për eliminimin e toksinave dhe reduktimin e mbajtjes së tepërt të ujit në organizëm. Trëndafili i egër, sipas ekspertëve, cilësohet si një bimë shumë e mirë fitimprurse edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj kardiovaskular, citon WebMed. Trëndafili i egër mund të kontribuojë për një zemër të shëndetshme dhe një organizëm më të fortë, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të mira ushqyese që ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe uljen e presionit të gjakut. Përmbajtja e antioksidantëve të trëndafili i egër do të ndihmojë në mbrojtjen e sistemit kardiovaskular duke parandaluar stresin oksidativ dhe inflamacionin, gjë që mund të çojë në sëmundje të zemrës. Konsumi i rregullt i tij mund të përmirësojë qarkullimin, duke siguruar që zemra juaj të mbetet e fortë dhe gjithashtu më e shëndetshme. Trëndafili i egër do të ndihmojë në menaxhimin e peshës trupore. Trëndafili i egër shpesh përfshihet në regjimet e menaxhimit të peshës për shkak të aftësive të tij për të nxitur metabolizmin dhe djegur dhjamin.
Disa studime sugjerojnë se ekstrakti i trëndafilit mund të parandalojë shtimin e peshës dhe gjithashtu mund të parandalojë veçanërisht edhe peshën tek zona e barkut. Kjo e bën atë një shtesë tepër të dobishme për ata që kërkojnë të mbajnë edhe një dietë të shëndetshme dhe një peshë të rregullt trupore. Trëndafili i egër është një bimë shumë i mirë edhe në luftën kundër inflamacioneve. Si një anti-inflamator natyral, trëndafili i egër mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve kronike, të cilat lidhen me komplikacionet përfshirë luhatjet e sheqerit, radikalet e lira dhe problemet e zemrës. Komponentët e tij të fuqishëm anti-inflamator mund të lehtësojnë dhimbjet, të zvogëlojnë entjen dhe të parandalojnë gjithashtu edhe shfaqjen e gjendjeve të caktuara inflamatore. Mbështet shëndetin e veshkave. Vetit të diuretike të trëndafilit e egër inkurajojnë largimin e mbeturinave dhe lëngjeve të tepërta nga trupi, të cilat mund të jenë veçanërisht të dobishme për shëndetin tuaj të veshkave, duke parandaluar kështu edhe problemet e toksinave dhe problemet që lidhen me infeksionet, sidomos me formimin e gurëve në veshka. Trëndafili i egër, sipas ekspertëve, është një mundësi shumë e mirë edhe në përmirësimin e shëndetit të frymëmarrjes. Trëndafili i egër është përdorur tradicionalisht edhe për të trajtuar çështjet e frymëmarrjes të tilla siç është kolla, ftohja dhe problemet bronkiale. Përmbajtja e vitaminës C dhe antioksidantëve të trëndafili i egër ndihmon në qetësimin e sistemit të frymëmarrjes, zvogëlimin e inflamacionet në rrugët e frymëmarrjes dhe shpëtimin gjithashtu nga infeksionet e frymëmarrjes. Trëndafili i egër është një bimë e veçantë ushqyese edhe zvogëlon problemet e ankthit. Trëndafili i egër ka veti të buta qetësuese që mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit dhe të ankthit. Konsumi i çajit të trëndafilit ose përdorimi i vajit të trëndafilit në aromaterapi mund të nxjisë gjithashtu relaksimin, sidomos edhe të përmirësojë disponimin, duke ofruar në mënyrë natyrale menaxhimin e ankthit dhe promovimin e ekuilibrave emocional. Por si duhet ta përdorni trëndafilin e egër në dobi të shëndetit tuaj? Ka mënyra të ndryshme për të përfshirë trëndafilin e egër në rutinën tuaj të përditshme, duke e konsumuar atë edhe në forma të vlerave të tyre. Një prej tyre është edhe përdorimi i çajit të trëndafilit të egër. Çaji i trëndafilit të egër krijon gjithashtu edhe një element freskues të mbushur me lëndë ushqyese. Kjo e bën atë një nga mënyrat më të thjeshta për të shijuar përfitimet e bimës në forcimin e imunitetit dhe gjithashtu mbajtjen larg të problemit të inflamacioneve. Por ju bëjmë dije që nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet që mund të keni nga përdorimet bashkë me medikamentet. Kokrat e trëndafilit të egër janë një bimë medicinale me efekte të fuqishme anti-inflamatore në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kokrat e trëndafilit të egër mund të thahen dhe të përdoren në forma të ndryshme, duke i dhënë vlera të mëdha shëndetit të përgjithshëm. Me qindra familje shqiptare kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit të egër, por edhe bimëve të tjera mjekësore, të cilët mund t'japin gjithashtu edhe shumë përfitime në shëndetin tuaj. Këto kokra kanë nëpër masat e qershive dhe janë gjithashtu një thesar i vërtet i elementëve ushqyes shumë të dobishëm që mund t'japin shumë përfitime shëndetit të njeriut. Zakonisht i gjejmë në ngjyra të portokalli ose të kuqe, dhe vlerat që japin janë vërtet të larta. Ato janë mjaft të pasura me vitaminën C, që është një antioksidant i fortë. Ato përmbajnë gjithashtu karotenoide dhe substanca të tjera bioaktive, të cilët janë efektive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Trëndafili i egër është një bimë shumë e mirë edhe kundër luhatjeve të sheqerit, por duhet të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu komplikacionet në përdorim. Trëndafili i egër mund të ndihmojë edhe në shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të cilësohet si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, duke i dhënë lëkurës gjithashtu edhe mundësinë për të qenë më e shëndetshme, dhe mos nguroni ta përdorni atë si duhet. Kur lëkura e njeriut
të lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, krijohet terren për problemet që mund të shkaktojnë edhe dëme të mëdha në shëndetin e lëkurës. Sipas shkencëtarëve japonez, përdorimi i kokrave të trëndafilit të egër ka efekte penguese ndaj enzimave dhe ndaj procesit të prodhimit të qelizave të dëmshme, dhe trëndafili i egër mund të cilësohet nga ekspertët mënyra më e mirë për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër në lëkurën tuaj mund të jetë një mundësi e çmuar për ta mbajtur atë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet që shkaktojnë rrezet e diellit në lëkurën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.